vëmendje që patjetër, në moment që një dosje merr një vendim refuzimi, ai nuk është në formën e prerë dhe nuk ka përfunduar rrugtimin ligjor të një familje që duhet u ndjeki për të mbrojtur. Pasi, në moment që merret vendimi negativ i një dosje të azilit para refuzimit, është e drejta për të kërkuar një rishqyrtim, është e drejta për të kërkuar një fresh claim, gjithmonë në baza të forta të provave të reja, të cilat ka qenë e pamundur familja t'i depozitojë pranë home office-it në fazën kur dosja është shqyrtuar, dhe patjetër është gjithmonë e drejta të procedohet nëse dhe kjo vendim do dalë negativ me procesin e judicial review, i cili shkon në gjykatën e lartë, ku kërkohet një rivlerësim i vendimit, pasi mund të pretendohet nëse home office ka bërë shkelje të normave ligjore për momentin kur ka marrë vendimin e refuzimit. Pra, nuk do të thotë që nëse një familje merr refuzimin, automatikisht është e detyruar të deportohet në Shqipëri brenda 20 ditëve. Patjetër, home office ka kërkesën legjitime për të adresuar dhe qytetari në momentin dhe në mundësinë që ka të drejtën për të sjellë prova nga vendi i lindjes dhe mund t'i depozitojë këto prova, kjo dosje do vazhdojë dhe deportimi i tij nuk është automatik i zbatueshëm. E kuptova, avokat, sigurisht që ka disa pika ku mbështetet refuzimi i azilit, po a mund të më thoni pikat më të rëndësishme? Ku nuk bëhet kompromis, le themi? Çka i unifikon pothuajse të gjithë vendimet e refuzimit të azileve është pikërisht marrëveshja që është realizuar ndërmjet qeverisë shqiptare dhe asaj britanike, ku Shqipëria ka marrë një angazhimin të rikthimit dhe të akomodimit të personave të rikthyer në mënyrën e integrimit të tyre në jetën sociale dhe mbi të gjitha njohja e Shqipërisë si një vend i sigurt. Janë këto dy pika kryesore, të cilat janë pjesë tashmë unifikuese e çdo vendimi refuzimi. Njohja e Shqipërisë si një vend i sigurt. Patjetër, është edhe shpeshherë mungesa e provave të gjëra, mungesa e provave për çdo detaj që qytetari ka deklaruar. Pasi bëjmë si në vëmendje që jo gjithmonë qytetari kur ka deklaruar për problemet që ka e kanë shtyrë të lejë vendin e lindjes në rastin konkret Shqipërisë, jo gjithmonë ka pas mundësi të marrë prova dhe t'i dokumentojë. Pasi, siç ne dimë, pjesa më e madhe, sidomos e 3 viteve të fundit, kanë udhëtuar me gomone. Dhe udhëtimet me gomone kanë qenë të pamundura që ato të merrnin dokumentat me vete, dhe shpeshherë këto dokumenta i kanë humbur dhe në rrugtimin e tyre. Dhe për këtë arsye gjen mbase edhe të pamundur të provojnë ato çka deklarojnë. E kuptova. Daniel, doja gjithë flisja me ty të kontekstin politik. Tani, ky debati shpeshherë edhe në distancë me batuta edhe humor midis kryeministrit Rama dhe Farage, e uli këtë ndjenjë, këtë, le themi, qëndrim kundrejt emigrantëve apo e rriti më shumë? Përfshirë këtu edhe shqiptarët. Jo më kot edhe kemi diskutuar më herët edhe mendoj që e gjitha ajo batuta që u krijua në fakt nuk do sillte asnjë të mirë për shqiptarët në Britaninë të Madhe apo për rastet e tilla siç foli te avokati, pra për këto familje qofshin 700, qofshin më pak apo më shumë. Kështu që unë mendoj që linja politike e Nigel Farage nuk do ndryshojë, sepse linja që ai ka mbajtur ka treguar që ai është rritur me pikë politikisht. Gjithashtu edhe Partia Laboriste ka kuptuar këtë gjë dhe sigurisht që përtej saj i duhet edhe t'i marrë këto vendime sepse është një situatë që përmend edhe u përshkrua deri diku kritike për Britaninë vetë, sepse kostot janë shumë të larta dhe është shumë e vështirë që të menaxhohen gjithë këto prurë që kanë ardhur në Britaninë të Madhe, por ajo që është më pozitive është që të paktën me sa di po konsiderohet apo do vendoset një vizë tjetër e cila quhet work and study, pra për ata që punojnë në studion që janë azilant, do ketë një bas avokati mund ta di më mirë, po mund të ketë një lehtësim apo deri diku mund të shtojë një shpresë më shumë të gjithë këtyre azil kërkuesve. E gjithë pjesa tjetër përveç vështirësive aktuale, do i shtohen edhe gjëra tjera të tipit nëse dikur duhet që ta kishe vizën e azilit në rang 5 vjeçar, tashmë do jetë 2 vite e gjysmë dhe pas asaj periudhe do rishikohet dhe nëse gjykohet që është e sigurt situata për të kthyer nga atje ku ka ardhur, do t'i heqin nga Britania e Madhe. Kështu që
Unë do thoja politikisht jemi as pak të mbrojtur në rang azilantësh apo azil kërkuesish. Unë do i thoja kushdo që nëse keni zgjedhur të vitën në Britani të Madhe, është momenti për t'u larguar sërish, sepse më duket komplet e pamundur për çdo azil kërkues, përveç se në rastet që zyra avokatie të ndryshme bëjnë mrekulli lira apo ka raste tepër kritike. Që do ishte opinioni im. Por politikisht i lirë sepse u shkëputa pak nga linja kryesore. Politikisht mendoj që a ka vend për të ndërhyrë tashmë, Daniel? E kanë fjalën nga politika shqiptare, nga diplomacia për të thënë të pasur pak kujdes kur bëhet fjalë për familje apo jo, shpeshherë edhe me fëmijë të vegjël. Bëhet fjalë për 700 dhe nuk janë pak. Patjetër, është deklarat, edhe deklarata në fakt është në vazhdim me atyre sulmeve për mendimin tim diskriminuese ndaj shqiptarëve, të përmendesh në parlament, të veçosh familjen shqiptare apo shqiptarët në përgjithësi, kur në Britani të Madhe andej nga është edhe origjina vetë e sekretares shtetit, ka një numër shumë të madh emigrantësh edhe ilegal në Angli, është për mendimin tim një hap tjetër diskriminues. E cila gjykoj që ambasada apo instancët shqiptare në Britani të Madhe apo dhe nga Shqipëria duhet që të reagojnë edhe që të kërkojnë që mos të veçohet Shqipëria vetë. Por përtej saj, marrëveshja që është bërë midis dy shteteve, Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe, dhe marrëveshjet të cilat vazhdojnë të implementohen e të sqarohen më tej, nuk lë as pak vend për kërkesa të tjera për lehtësimin e këtyre situatave. Qartë. Avokat, cilat janë ato kategori, si për shembull studentët, cilët kanë lehtësira për sa i përket azilit? Për sa i përket azilit, do të thoya që jo, pra studentët nuk janë pjesë e normativës ligjore të azilit ku kanë lehtësira, përkundrazi. Nëse një student do ishte me studimin në Mbretërinë e Bashkuar, në një moment të caktuar do të ndërmerrte rutimin për të kërkuar dosjen e azilit, do shihej gjithmonë me një drejtëhije ndryshe. Ajo çka azilantët kanë të drejtë është që të kërkojnë patjetër mbrojtjen e tyre në momentin që kanë prova mjaftueshëm dhe kanë baza konkrete për problemet që deklarojnë. Por siç kemi bërë dhe siç e kemi thënë shpesh herë, vetë Mbretëria e Bashkuar tani është në një luftë politike të ashpër dhe ajo që kemi bërë Nigel Farage ka pasur një qasje shumë negative për sa i përket emigrantëve dhe kryesisht dhe le të themi replikave që ka pas me kryeministrin tonë dhe nisur nga aty ka pasur një luftë goxha mediatike. Të doja të thoya që pikërisht lufta politike që po bën Nigel Farage ka sjell ashtu si shtatë Danieli, ka sjell edhe nismën që tashmë po konkretizohet dhe do përfundojnë në një ligj shumë shpejt nga data 11 në dhjetor dhe sidomos në janar do hyjnë në fuqi normativat e reja të propozuara nga qeveria, të cilët janë krejtësisht kundër emigrantëve dhe nuk janë në suport as pak. Pritet që të ketë, siç u përmend nga Danieli, ndryshimi i legjislacionit për refugjatët, për emigrantët e azilantë, të cilët aktualisht nëse fitonin dosjen e azilit, merrin një status refugjati 5 vjeçar, pas të cilit i litet e drejta të kërkonin lejen e përhershme për 12 muaj në vazhdim dhe në përfundim të 12 muajorshit kishin të drejtën për të kërkuar shtetësinë britanike. Tani me ndryshimin e ligjit të propozuar, flitet që do të jetë jo më 5 vjeçar për 2 vjet e gjys vendimi për letrat e azilantit, të cilat do kërkojnë rinovim sërish 2 vjet e gjys për një rrugë 10 ose 20 vjeçare. Në mënyrë që të vërtetohet dhe të kontrollohet në çdo rinovim, nëse rreziku i jetës që ishte tenduar dhe i vërtetuar në fazën e parë kur aprovohet dosja, ekziston akoma ose jo, ose në vendin e lindjes, nëse ka pas një luftë civile,